Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një men në platformën e vetme televizive të realizuar sipas standardeve të verifikimit të fakteve e ku po përballën kandidatët për kryetar të komunave që janë në ballotazh. Sonte kom derin me qenë me komunën e Klinës, ku në ballotazh garojnë Zenone Lezaj nga AK-ja edhe Sokol Bashota nga PDK-ja. Të dhonat e fundita nga KQZ-ja të verifikuara janë që Zenone Lezaj ka fitu 48.47% votave e Sokol Bashota 35.41% të votave. Mirëmbrëma, mirë se vini në studio, mirë se riktheheni. Tash, para se të nisim debati me theksu që gara për asamblen komunale në Klinë është po aq e rëndësishme se sa ajo për kryetar komune. Asambleja e Klinës i ka gjësej 27 asambleist, edhe sipas rezultateve preliminare, as një parti nuk ka arrit shumicën për 50%. Për që ato po i themi që është garë hala, sepse formimi i qeverisjes së ardhshme ka me kërku koalicione, ka me kërku marrëveshje ndërpartijake, për me bo qatë shumicë. As një prej kandidatëve këtu që hinë ballotazh nuk e ka shumicën. Asambleja përbërja e saj është si vijon, si që po e shehni, AK-ja i ka fitu 13 asamblejës, PDK-ja 8, LDK-ja 4, edhe vetëvendosja 1. Po e nisim temën e parë sot që është investimet kapitale. Qeverisjen e ardhshme të Klinës e pret në infrastrukturë një punë e madhe, pasi kjo komunë është në vendin e 7 me infrastrukturë rrugore, kjo e dhënë del prej raportit të performancës së komunave të Ministrisë së Pushtetit Lokal, që matë 100 indikatorë të ndryshëm. E në bugjetin e komunës për vitin 2026 janë paraport 32 projekte infrastrukturore. Pra kolekte mi ulëmtus e kanë këqyr bugjetin për 3 vjetë, edhe i kanë nxjerr projektet për me i pa ju shikus se ku janë menu me u hargju paret, e mande i prej kandidatëve po kërkojnë me ditë ma shumë detaje. A kanë mindru që to projektet para pame? Apo çka kanë me largu, çka kanë me shtu me ditë, me sa të holla kanë me manovru që mos me dalë jashtë bugjetit që e kanë, mos me premtu gjana që nuk mujnë mu bo. Për që ata i kemi hi analizës së bugjetit, andaj në investime kapitale e dini sa i keni bugjet, ku kanë me shku të hollat, po e nisim prej juve, Zonja Lezaj. Falenderoj shumë, përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës Klinës, për zotin Bashota. Sigurisht që investimet kapitale të aprovuara me bugjetin e vitit 2026 bartin e vete shumë të konsiderueshme, por që gjithmonë ne do të punojmë dhe të angazhojmë që sigurojmë edhe bugjet shtesë, i cili bugjet do të nga donacionet, po edhe nga performanca që jemi 1/5 komuna apo 6, sepse rezultatet ende një shpall dhe ne mendojmë që do të marrim edhe një shumë të caktuar të mjetë financiare për të mbështetur projekte që kemi të parapam me këtë projekt bugjet. Këty pra do të finalizohet tranziti i qytetit, i cili është kontrata firmose që po planifikohet të përfundon në fund të vitit të ardhshëm. Këty ne bashkëfinancojmë, por sipas zotimeve të Ministrisë së Infrastrukturës, pjesa dërmuese ata janë gatshëm që të shtojnë buxhetin në këtë rrugë. Do të bëhet hartimi i projektit teknik për ndërtimin e impjantit për trajtimin e ujrave të zeza, pra vetëm projekti, dhe do të fillon ndërtimi i këtij impjanti gjatë mandatit të ardhshëm. Do të ndërtohen edhe 4 impjante biologjike për trajtimin e ujrave të zeza në të gjitha ato lokacione të cilat për arsye të morfologjisë së terrenit nuk munden me gravitacion, do të thotë me u bashku linjës kryesore të trajtimit të ujrave të zeza. Do të ndërtohet një fabrikë e re për ujë të pijshëm me një kapacitet rreth 200 litra në sekond. Do të hartohet edhe studimi i fizibilitetit për ngrohje qendrore të qytetit. Do të ndërtohen 20 parqe në tërë territorin në fshatrat e komunës së Klinës.
do të ndërtohet një qerdhe e re në fshatin Dolc, një shkollë e re në fshatin Dolc dhe një shkollë e re në fshatin Zllakoqan. Faleminderit, zotni Bashota, investimet kapitale. Përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës së Klinës, zotin Elezaj, të nderuar. Unë nëse vjen zonë i keq, kërkoj falje për shkak të gjendjes gripoze që kam. Po tashmë dihet se komuna e Klinës me buxhetin që ka për investimet kapitale, ne si subjekt politik me marrjen e mandatit qeverisës do të fillojmë me infrastrukturë rrugore, pjesët e cilat kanë mbetur pa rregulluar, të rregulluar, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e këtyre rrugëve ka nevojë për mirëmbajtjen e tyre. Po ashtu shtrirjen e rrjetit të kanalizimeve dhe rregullimin e disa kolektorëve biologjik, për të cilët është masë e domosdoshme për arsye se janë duke u derdhur në për fusha, ndërtimi i shkollës Motra Çerjazi në komunën e Klinës, ndërtimi i 2 qerdheve, një në Sverk dhe një në Glarev, si dhe funksionalizimi i qerdhës, që është tash te ura Haxhis, e cila ka mbetur nën ujë dhe nuk është funksionalizuar që sa vite, rregullimi i stratit të lumeve. Ka një rëndësi shumë të veçantë duke pasur parasysh se do të fillojmë nga pjesa e Mirushës dhe pjesa e Teguri Zi, për arsye se për çdo vit kur ka rreshte të mëdha të shirave, ato lokalet për rreth për mbytën. Po ashtu rregullimin e disa palestra sportive që janë në ato shkolla të mëdha ku do të shfrytëzohen edhe nxënësit, mësimdhënësit po dhe qytetarët, si dhe rregullimin e terreneve sportive me tepe gome në për shkolla. Funksionalizimin e qendrës rinore, një qendrë rinore që është një qysh mandatin tim dhe nuk ka gjetë mbështetje edhe sot e kësaj dite. Kështu që do të fillojmë të implementojmë të gjitha projektet duke përfshi edhe ndryshimin e të gjitha fshatrave të cilat janë pa umbuluar. Faleminderit. Kjo është koha 2 minutat e parë. E tash po du me ju rikujtu 5 projekte që janë para pa për me harxhu paret për investime kapitale të para para në kornizën afatmesme buxhetore janë këto. Edhe në këto projekte që mund t'i shihni tash në ekran, kam interesim me ditë, a keni me hek na një? A keni me i lanë qëto? Se këto janë të parapame me pare të dame për çdo vit, deri në fund 2028-ës. Ndërtimi segmenteve të rrugës të ndryshme, infrastruktura mbi toksore në Zajm dhe Eq, ndërtimi i shtratit Lumit, Klina, ndërtimi i rrugës Bedri Mustafa, ndërtimi i nxemjes qendrore, i parapam me këto të holla. A kanë mushtu projekte të reja, a kanë mu hek në njona për këtëne për juve, zotni Bashota, kësha me nis, tash që to janë kornizën e afatmesme buxhetore? Qëta projekte të cilat janë në kornizën e afatmesme buxhetore, patjetër se ne duhet të respektojmë, për arsye se pavarësisht se kush vjen kryetar i radhës duhet me implementu për gjitha projektet të cilat janë të miratuara tash edhe në asamblenë komunale. Ata që më me garantu qytetarët e komunës Klinës, këto do të realizohen, por do të realizohen me cilësinë e duhur dhe me standardet e duhura. Pasi kemi pa kohë mi ju pyet, a mundet nxemja qendrore në Klinë me u përfundu me nër 40.000 euro për 3 vite tashme? Jo, nuk mundet. Po ka që në para? Do një koste shumë atë madhe, dhe do në vërtet në ratë por një fizibilitet për punën e këtë e kësaj ndërveje, dhe unë mendoj se është për momentin për një mandat 4 vjeçar është e pamundur. Është më tepër kjo një utopi, po mendoj e radhës. Ndoshta është për fizibilitet, tash do ta kuptojmë. A mund është fizibilitetin me e kry me çto fare? Po. Menon që mund është 40.000 mjafton? Po, fizibiliteti po. Zotni Eleza. Sigurisht që nxemja qendrore është një projekt shumë i madh dhe ne kemi paraparë që me këto mjete ndara vetëm më bë studimi pra projekti teknik i realizimit të ngrohjes qendrore, ndërsa ngrohja qendrore do të sigurohet buxhet shtesë për me fillu ndërtimin e saj. Eleza, a vjen 3 vite për studim? Jo, studimi do të bëhet një vit, në vitin 2026, ndërsa pastaj varësisht për parametra projektues të cilët i nxjerrim nga studimi i fizibilitetit, sigurisht që do të sigurohet edhe buxheti i shtesë. Mirë, atëherë me të pyet, a mundet me u kry
fizibiliteti që ky studim për nxemje qendrore për 8.298 euro sa i ke para pa në 2026? Ne e thash edhe në fillim që jemi një prej 5 apo 6 komunave përfituese të grantit performancës, edhe dihet sa është vlera, është rreth 16 milion euro, dhe ne sakt nuk e di mende sa, po presim deri në 3 milion euro, sepse jemi në vendin e tretë, presim deri në 3 milion euro me pas buxhet shtesë nga performanca. Dhe nga ky fond i performancës do të bartim jetë në të gjitha këto projekte të cilat nuk janë të buxhetueshëm. Atëherë nëse keni para pa mu kry fizibilitetin 2026, sa kushton komplet çaj fizibilitet për nxemje qendrore? Fizibiliteti mund të kushton edhe rreth 50.000 euro, mbi 50.000 euro, plus minus. Okej. Faleminderit. Këto rrugë mbesen, pra 5 rrugë kryesore që i shtroni vitin e ardhshëm. A do të jenë këto që janë para pa në kornizë? Apo do të hekni na një? Të gjitha këto që janë para pa në kornizë, po që janë edhe me buxhetin e vitit 2026, i cili është aprovuar, do të realizohen me sukses. Mirë, nëse nuk ka replik, ka replik? Tash për buxhetin e vitit 2026 më veç është miratuar në Asamblenë Komunale dhe patjetër se ne duhet të rëmesh ta zbatojmë. Mirë, po zoti Bashota me dasht mundesh me ndruan qershor. Kush do që vjen për shkak? Mund në rishqim buxhetit. Por nuk është e nevojshme për arsye se një kontribut çmueshëm kanë dhënë gjithë asamblesët për të përzgjedhur këtu projekte, kështu që është nevoja e qytetarëve dhe do ta realizojmë. Atë që do të premtojmë, ne do të shtojmë edhe projekte tjera të cilat do të jenë në funksion dhe në shërbim qytetarëve për këto vite. Tash kemi 4 vite përpara dhe besoj se mundësitë buxhetore do të jenë, po jo u thirrë gjithmonë vetëm në mundësitë buxhetore që ka komuna Klinës, por thjesht ne kemi dëshmuar me marr buxhet edhe prej sektorëve të tjerë që janë qeveria. Koxa po vjen mirë, duna me komentu që ky buxhet këto rrugë që kanë negociuar edhe me opozitë dhe pozitë, që është buxhet i të shtjerën konsensual që jeni marrë vesh krejt asambleistat me i votu qëto. Nuk më ndodh në çdo debat kjo, prandaj veç po e shënoj si sukses. Asamblesët e me e dinë zotë Eleza që kanë dhënë kontributin e vet në Asamblenë Komunale dhe për mu janë të mirëqenia të gjitha projektet e parapone, për arsye se këto janë interesa në shërbim të gjithë qytetarëve. Aja që mbetet që lënë me dëshiruar në atë cilësia adopt e punimeve të deri tanishme, por që unë i garantoj qytetarëve të komunës Klinës se do të jenë investime të cilat janë standarde. Që po e marr si replikë zënun Elezaj, tregona çysh kime përmirësu ti cilësinë që po thotë Sokoli sa e mirë. A pajtohesh që s'është cilësia gjithë e mirë? Cilësia e ndërtimit është, unë mendoj që është në mesatarën e Kosovës dhe ne angazhohemi që unë personalisht vi pe fushës që kam qenë edhe në pikëqyrjet autostradës, po unë nuk më i kryj ato punë konkret, janë njerëz dhe janë ekipa profesionale. E ti vetë aje i kënaqur kur po i sheh si mbikëqyrës, kur po e sheh fundin, aje i kënaqur? Po janë procedurat me të cilat mbulohet procesi. Realisht të gjitha rrugët duhet të shoqërohen me ateste, me studime, me analiza fiziko-mekanike dhe analizat e nevojshme të cilat i bashkangjiten projektit apo dokumentacionit të kryrës së çdo projekti dhe ne jemi në Kosovë mundohemi me pafundësisht të kemi. Unë personalisht angazhohem edhe dal shumë shpesh edhe i inspektoj këto punime. Kur je peng i kuantitetit për nevojat tash zgjedhore, patjetër se bjen edhe cilësia në investime. Kështu që më mirë është të kemi një kualitet në investime, qofshin edhe ato më të pakta. Faleminderit. Unë besoj që çdo planifikim është i parapam edhe me planin e prokurimit, me buxhetin edhe me planin e implementimit të buxhetit, gjithçka ka shkuar sipas procedurave të miratuara që në fillimin e vitit dhe gjithmonë kualiteti është konform parametrat parapam. Do të thonë nuk kemi asnjë nguti elektorale, por gjithçka ka qenë planifikuar dhe e mirë implementuar. Mirë, po du me dalë të tema e radhës e cila është arsimi. Raporti performancës e rendit Klinën si komunën e 9 në fushën e arsimit para universitar në ranglistën e bome për Ministrisë për Shtetit Lokal. Si rjedhoj, në Klinë ka nevoj për investime shtes në infrastrukturë,
edhe në avansimin e arsimit e në bugjetin e komunës, kur hulumtus ton e kanë analizu sa pare shkojnë në projekte për arsim, nuk është para po asni shkolle re, kjo nuk do më thonë që na menojmë që duhet me pas, por vetëm me ju kallëzu që asnjë qerdhe edhe asnjë shkollë nuk është para po në qëtë bugjet për arsim, kur janë analizu 3 vitet si pas kornizës afatme bugjetore, e tash po fillojmë prej juve, zëni Elezaj, bugjetin arsim, qysh keni me përmirësu në 4 vitet e arshme arsimin edhe ku shkojnë paret për arsim? Mjetët që jenë para po në kuadrë të investime kapitale, janë mjetët bugjetore të para para për mirëmbajtjen e objekteve arsimore në komunën e Klinës, dërsa përsa i përket investimeve në ndërtimin e një shkolle që ne planifikojmë të ndërtojmë në Dodz Dërsnik, edhe një shkollë në Zakuçan, ato do të shtjeren mundësi që fondet për financimin e ndërtimit të këtyne 2 shkolla të nxjerren nga Ministria e Arsimit, sepse edhe ka premtime dhe është një lloj ecurie që ata janë të gatshëm me investu. Kemi planifikuar të ndërtojmë edhe një qerdhe të re në lokalitetin e Dërsnikut Dolcit. E pse so fut në bugjet? Edhe 2 qerdhe që po ndërtohen tani janë duke ndërtuar me mjetet të Ministrisë së Arsimit. Dohen me bugjet të ndarë nga Ministria e Arsimit dhe mendojmë që prapë edhe një qerdhe tjetër në Dodz Dërsnik të kërkojmë gjatë vitit 2026, të kërkojmë me shkrim nga Ministria e Arsimit, nëse jo, atëherë do të ta parashojmë sepse korniza afatmesme bugjetore aprovohet për çdo vit. Faleminderit, do me thonë, me paret komunës, nuk ka qerdhe, nuk ka shkolla të reja. Vitin e parë, tani po ndërtohen 2 qerdhe. Edhe njëna qerdhe që ka qenë peng që 4 vite që nuk është finalizu, tani janë duke u zhvillu punimet në finalizimin e saj, sepse edhe ajo është... Po jo me bugjet komunës? Jo, është me bugjet të Ministrisë së Arsimit, dhe ne, do më thonë, në qoftë se ato gjatë vitit 2026 nuk do të hasim në mirë kuptim, në kornizën afatmesme bugjetore që të aprovojmë vitin e ardhshëm, do të ta përfshijmë edhe ndërtimin e 2 shkolla, edhe një qerdhe të re. E pse gjithë këto rrugë, gjithë ky bugjet harxhohet, dedikohet për asfalt, e po në investime kapitale, e asnjë bugjet për shkolla, e po jemi në zërë për mësim gjëditor që me mujt të 2 prind mu punësu, me pas ku mi quf 1.4. Qysh menojmë me e përmirësu infrastrukturën e arsimit që me mujt me leju ekonomin mu zhvillu me 2 prindrit në punë, nëse s'keni me shti asnjë pare në shkolla? Me procesin mësimor se si zhvillohet tani, hapësirë ka të mjaftueshme, pothuajse të gjitha shkollat nëpër fshatra e zhvillojnë mësimin në një ndrem. Dhe synimi është që ta ndërtojmë një shkollë të re në Klinë, pra Dërsnik Dodz është një lagje e Klinës, eventualisht pas analizës mirëfillt të ndërtohet një kat shtesë tek shkolla Motra Çerjazi dhe të plotësohet kushtet për me kalu në mësim tërditor. Mirë, po për mësim tërditor duhet guzhina, asnjë pare s'është e dedikume për guzhina. Për shembull, tabelat mençura ki para po 90.000 euro në 3 vitet e ardhshme. Ndërtimin nxemjeve qendrore me pompa termike janë para po dikun gati 200.000 euro. Ndërtimi i fushave sportive 150.000 euro. Ku janë fondet me shku edhe për guzhina që me u përgatit shteti jonë për mësim gjëditor? Unë edhe në programin zgjedhor kom para po që tek në vitin 2027 kalojmë në mësim tërditor. Po veç pare s'ki para po? Po me bugjet do të ashtojmë. Do të ashtoni? Gjithsesi. E nëse shtoni që ata, ku keni me hek? A keni me hek në rrugë, në asfalta, ku? Na kemi një kod që është vlera 1.150.000 nga fondi bashkëfinancimit, i cili tani për tani në vitin 2026 është i parapam që të bashkë investohet në tranzitin e qytetit. Po si pas premtimeve të Ministrisë Infrastrukturës, ai projekt do të bartet komplet nga financimet e Ministrisë Infrastrukturës dhe atë vlerë do të ridestinojmë. Mirë, 2 minutat e juaj për investimet në arsim, Zotni Bashota. Pyetja ishte shumë me vend pse asfaltër e ju shkolla, po përgjigja nuk ishte shumë e sinqert për arsye se asfaltet përprekin drejt për drejt i qytetarin për me konvertu në votë, nuk me marrë votën, me marrë besimin. Me të njëjtën shkollë... Sokol, veç me marru shkollat reja s'po konvertuat në vota, se njerëzia kanë fëmijë? Jo, pak më ndryshë është.
në shqyqohet në për tek qytetarët. Po me tjetër në shkollë është kërku vota që ka më po mandatin e kaluar në Zlakoqan, tash është thëtë që kemi po prapë për këtë mandat. Pavarësisht asaj na mandatin tim, se mandatin e kemi si të njëjtë gati. Unë i kom pas 10 vite, ky ka 8 vite qeverisje, edhe buxhetin e ka për të 8 vite më të madh se sa që e kom pasur për ato 10 vite, por unë mandatin tim i mbaru dikon 9 shkolla të reja, është mbaru 1 qerë të re dhe i renovu disa shkolla. Kështu që fokusi kom pas arsimin për arsye se e kom dashur që ta kualifikoj arsimin tamam si një ekonomi. Ani Zenuni po thotë jenë marru mirë, boll ka, s'ka nevojë hapësira të reja. Po të paktën është dashur me përfundu shkollën e Zlakoqan, që ka shumë nevojë me ndërtu aja shkollë, dhe më dashur me funksionalizu qerdhet. Se sot fëmijët tanë, unë e kom ndërtu një qerdhe dhe kom rrit kapacitetin e atyre fëmijëve për 100%, dhe ka nevojë me u funksionalizu aja qerdhe, paktën edhe pse solvani shumë adekuat, të paktën me u funksionalizu që aja qerdhe cila është gati e ndërtuar për kamet në ujë. Por aja që tash përrosën për investimet që kemi me i bone për arsimin, dhe më thonë digitalizimi i shkollave, dhe më pajisja me simultanëve me laptop, pajisja e klasave me tabelat të mençura dhe projektor, është premtuar mandatin e kaluar se kanë mu pajis gjitha shkollat me tabelat të mençura, s'është bëu, krijimi një platforme online për shkollat e komunës e Klinës. Angazhimi i shërbimit profesional në shkolla ku mungojnë psikologët, pedagogët, mësimdhënës, mbështetës dhe asistent. Krijimi një qendre mbështetëse profesionale dhe edukative falas për fëmijët me nevoja të veçanta. Hapja e 3 klasëve parafillore, si është në Gjurgjevik të madh, në Leskos dhe në Resnik. Vendosja dollapëve në për shkolla, sidomos për nxënësit e klasës parë dhe në klasën e 5, dhe librat e tepërta me lënë aty edhe mos mi bort me veti për shkak të barës së ronë mbi kurriz. Subvencionimi i prindve me pagesë, aq sa paguhet në qerdhen publike për prindët që regjistrojnë fëmijët e tyre në përqendra private. Mirë, zëni Bashota, masi ka kalu koha, më lejoni veç pak me sfidu qëtë program me ju pyet gjithë këto projekte të reja që po i menon. Nuk janë buxhet, ku kemi marrë paret? Thash, ne do të rishqyqojmë buxhetin, se nuk është të thonë, tash, se çdo kryetar që vjen me politika të veta. Po, veç në infrastrukturë të të, une nuk i heki prej aty, ne? Prej kojt i hekti? Jo, unë nuk i heki ato të cilat janë për vitin 2026, se janë votu në asamble. Si korniz, a fatmes me kjo, për mundëshon, po unë një dhe kapacitetet e mija për këtë qështje. Unë, këto që i përpërmëtoj, është fjallë publike, dhe dhe me sot, kom arritur me realizu vetëm ato që e kom përmëtu. Edhe në foshat, edhe në për debate, po edhe ma tepër sa që e kom përmëtu. Mirë, du me shku të shëndetësia. Faleminderit. Në raportin e performancës, Klina është komuna e 12 me ofrimin e shërbimeve shëndetësore në Kosovë. Në buxhetin e komunës për 3 vitet të ardhshme në shëndetësi janë para pa me u harxhu këto projekte të ndryshme, 2 janë kryesore me pajisje mjekësore diagnostike dhe ndryshimi dhe ndërtimi i objekteve shëndetësore të këtyne që janë listu. Këto i kanë nxjerrë kolekte me si projekte shëndetësore në 4 vitet e ardhshme. Prapse që po sheni kështu plani për harxhimin e pareve, taksa pagusit është i kogja i vogël, 70.000 euro, i bjen veç 2026 70.000 euro me ja dediku shëndetësis, viteve të ardhshme edhe ma pak për investimeve kapitale. Prandaj, du mi u pyet qysh keni me përmirësu shëndetësin me që ka që buxhet dedikum, me buxhet tjetër, qysh keni me ndru diqka, Zenon Piteje. Kjo vlerë e investimeve kapitale është parapame në mirëmbajtjen e objekteve që janë shëndetësore në komunën e Klinës, ndërsa investimet e reja do të realizohen mbi bazën e granteve që do të fitohen nga donatorë të ndryshëm apo edhe forma tjera, performanca tjera. Për shembull, ne tani veç sa para 2 javë kemi firmosur edhe memorandumin e mirëkuptimit për ndërtimin e objektit shëndetësor në lagjen e Dolcit, që është një QMF dhe urgjencë.
kemi donatorin e gatshëm, besoj që... Zonja Lezaj, as ish dashte dhe ato me figuru si projekte me ditë për shembull qytetari që kam ju ndërtu qajo që KMF. Me po, edhe me thonë pritje për i donatorit, po me po, në kornizë. Ajo marrëveshje mirë kuptimit është arrit dikun para 2 javë, 3. Ka qenë si ide, është nda trollit të gjitha destinimet kanë ndodhur, por nuk e kemi fut në kod buxhetor sepse është komplet financim nga donatori. Tjetrin ku i njëjti donator ka shpreh gatishmëri me ndërtu edhe... Cili donator? Është nga Katari, është një organizatë jo qeveritare qendresa në Kosovë, po që fondet i ka nga Katari. Dhe ata kanë ndërtu edhe përpara në komunën e Klinës, kanë ndihmuar në ndërtimin e një AMF-je, kështu që tani janë donator tash veç këtë ditë jemi duke përgatitur edhe draft marrëveshjen edhe për ndërtimin e objektit për fëmijë me aftësi të veçanta, domethënë afër objektit të shtëpisë së plezhëve e cila ka përfunduar, ku do të ndërtohet edhe objekti QMF urgjencës dhe do të ndërtohet edhe një objekt për fëmijë me nevoja të veçanta. Prej kajt paguhen njerëzit që kanë me punu në qëto institucione. Njerë shtesë, po supozoj që du të në pasë. QMF urgjencë do t'jenë stafi i QMF-s, ndërsa objekti tjetër me gjas do t'jetë një bashkëpunim me ndonjë OJQ e cila merret me mbështetje për këto kategori, do thotë që do ndërtohet objekti. Ndërruar, Lezaj nuk thuhet me gjas, në qytetari i komunës do të më ditë sakt cila është gjasa. Për arsye se ne mujmë me bëjmë këto premtime sa për të kaluar radhën, po jo edhe për t'josh publikun, po jo me gjas, për arsye se gjasat mund mos me ekzistu. Dhe pastaj po mbesin projekte veç në letër. Qose ato dhona janë të sakta, ashtu që keni marrë prej kornizës afatmes me buxhetore. Prej buxhetit I kemi marrë, sakta. Atëherë ndërtimi dhe rindërtimi I objekteve shëndetësore në QMF-n, AMF-t ndërnës, ujminës, Dakuqan, edhe nga rregull mendoj se me këtë buxhet sa është këtu dykun rreth 75 mijë, sa janë 80 mijë dykun, nuk është I mjaftueshëm. Është më shumë sa e gore. 70 mijë për 3 vjet. Pavarësisht saj, ne kemi parapo në planin tonë që të bëjmë një emergjencë bashkangjitur me objektin e QMF-s në komunën e Klinës, ku do t'i ofrojmë shërbëzave aty një qasje më të mirë për punën e tyre, për shkak se hapësira që sot e shfrytëzojnë është shumë e vogël, por mbi gjitha Klina ka këtë probleme më të mëdha se nuk ka specialist të mjekësisë familjare. E kam thënë edhe në debatën e kaluar, këtu janë vetëm me 2 mjek, njëri del pension sot, del pension këtë vit duket. Dhe njëri është drejtor I QMF-s, dhe atëherë cila është arsyeja ta quhesh qendra kryesore e mjekësisë familjare, kur s'ka mjek. Prandaj urdosh që më herët të hulumtuan tana mundësitë për të dërguar mjekës të specializohen këtë fushë që të ofrojnë shërbime më të mira qytetarëve të komunës Klinës, dhe ne këtë do ta bëjmë. Zotja Lezaj, 1 minutë me adresu problemin e mungesës së mjekëve. Çu shkime e zgjedh? Mjek, për çdo vit kemi punësime të reja, vetëm këtë vit që jemi, pra ka mbi 10 punësime që kanë ndodhur të mjekëve të praksë përgjithshme, të cilët marrin edhe specializime në fusha të caktuara. Ka edhe mjek që janë duke u specializuar edhe për mjekësi familjare, po edhe në fusha tjera. Sigurisht që kjo është një problematikë e vështirë për të gjitha komunat e Republikës Kosovës, gjithashtu edhe në Klinë, sepse gjatë vitit ka ndoshta 10 lëshime që lëshojnë punën, shkojnë jashtë apo në Prishtinë. Ne do të kemi konkursin e hapur dhe asnjë mjek në komunën e Klinës nuk është pa diplomë. Realisht edhe këto ditë, domethënë edhe këto 2-3 muaj të fundit ka ndodhur më tepër se 5 punësime të reja që në një farë forme tregu I punës është ai që I dikton këto probleme. Ne nuk mund të ofrojmë stimulime tjera sepse ligji I punës është unik për Republikën e Kosovës. Faleminderit zotni Bashota. Çush e zgjidh problemin e mungesës mjekëve? Unë thash se për këto mëna 4 viteve patjetër se ne do të stimulojmë mjek të cilët të specializohen në fushën
e mjekësisë familjare për me ofru tani qytetarëve shërbimet e duhura. Thjesht duhet një angazhim konkret, ne i dim se secili prej mjekëve nga rend anej nga është nevoja ma madhe për përfitimit edhe materiale, gjënë që është shumë e kuptueshme, por gjithsesi duke nevoja të mëdha që ka komuna Klinës në këtë rast, duhet patjetër se të gjenden mundësi që të specializohen këtë fushë dhe vërtet të ofrohet një shërbim i dinjiteshëm qytetarëve të komunës Klinës, të cilët kanë nevojë shumë. Mas jemi të shëndetësia, mas pari po më intereson cilat analiza kanë me qenë të munduna me u bo në për laboratoret Klinës, që s'mujnë mu bo sot, analiza në laboratore publike, edhe që shëndresh një problemin me mungesën e barnave. A ka mu përmirësu diçka në qëtë drejtim, edhe pse na e dim që furnizimi bi barnave është përgjithësi e Ministrisë Shëndetësisë, po kur s'po ka ballë. Për që ato, mas pari për juve, zot një lezaj, laboratorat edhe mungesa e barnave, nga një minutë. Laboratori funksionon shkëlqyshëm në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Klinë dhe kryen të gjitha analizat të cilat janë parapame me përgjegjësitë që kanë QKMF-t nëpër qytetet, nëpër komunat e Kosovës. Më thonë të drejtën, për çështjen e barna na kemi vazhdimisht kontrata plotësuese, të cilat e plotësojnë mungesën e barna nga lista esenciale e cila është furnizim nga Ministria e Shëndetësisë. Domthonë ne kemi kontrata aktive dhe kujdesemi në mënyrë të veçantë që gjithmonë gjithçka që mungon nga lista esenciale ta plotësojmë me kontratat tona, të cilat I kemi aktive QKMF-ja me operatorët ekonomik. Zoti Bashota? Po, analizat vërtet në QKMF kryen për mrekulli. Ajo që është shumë më rëndësishme është që mi ofru një asistencë apo mbështetje mjekëve për nevojat që aty duhen për të analiza. Kështu që ajo është për mua është në rregull. Nuk ka na e dim se jem të handikepuar si komunë. Se QKMF-t kanë ato standardet më të limituara të trajtimit të disa pacientave apo të disa kategorive që janë më teksuar, se unë kur mandatin tim e kam pasur rinjore në komunën e Klinës, edhe duhen mbi 1 milindje të suksesshme, por tash me rregulloret e reja nuk mundet më bëni një gjë e tillë. Është vërtet se qytetarët tash duhet të kryejnë shërbimet nëpër qendra spitalore që të Peqë, të Prishtinë dhe Xheteu. Kështu që për ato që vërtet ne duhet të fokusohemi është që ne dim se Ministria ka këtu bornat esenciale po duhet një qasje sa më serioze e administratës për mi siguru ato. Mirë, shkojmë te puna ambientit dhe shërbime publike. Sipas raportit të performancës, Klina renditet e 21-ta në fushën e mjedisit. Po du prej kandidatëve me I listu projektet që kanë mishty për para në ambient, kanalizim, bërllog, menaxhim përgjithësi të ambientit. Sipas analizës ullumtuesve tonë të kornizës afatmesme buxhetore, ne kemi gjetur 300.000 euro për 3 vjet të parapame për impiantin për ujëra të zeza, a mjaftojnë këto për gjithë qytetin, me u kry me që kaq, ku kanë me gjetë pare tjera që me I trajtu të gjitha ujërat e zeza para se mu lëshu në për lument e Klinës. Po fillojmë për juve, zoti Bashota, investimin në ambient. 2017 kom qenë fitues I një granti pikërisht për trajtimin e mbetorinave në komunën e Klinës, duke I eliminuar mbi 600 deponi të vërtetuara nga institutet e qeverisë. Dhe I kemi hekur dhe kemi marrë një grant dikon për shkak kësaj performance dikon rreth 294.000 euro. Sot edhe kemi shpërndar kontinjer gati në tërë territorin e komunës së Klinës, periudhën sa kam qenë unë kryetar. Sot është e vërtetë se inertet janë të shtërira gjithanej. Kjo është një papërgjegjësi edhe qytetarëve në këtë rast, nuk do I me lënë pa papërgjegjësi edhe ata, por gjithsesi është dashur një vëmendje edhe e komunës
në këtë rast për me i largu ato deponi, për në një mënyrë edhe me i vetëdijsu qytetarët, edhe me forma ndëshkuese, për mos me i bon deponit e reja. Kështu që ne do të fokusohemi fuqishëm për arsye se një ambient i pastër krijon një standard jetësor më të mirë për qytetarët e komunës sonë, dhe u mendoj se këto shifra patjetër se duhet të rriten për ambientin, për arsye se janë shumë të pamjaftueshme për të realizuar nevojën që sot ka komuna e Klinës. Faleminderit, zotënjë Eleze. Realisht lidhur me mjedisin, ne kemi ndërtu 3 impiante biologjike për trajtimin e ujrave të zeza në mandatin e kaluar, dhe tani planifikojmë 4 impiante biologjike për trajtimin e ujrave të zeza. Vlera për çdo impiant është dikon rreth 200.000 euro. Don 4 rreth 800.000 euro. Po pjesën tjetër do ta mbulojmë nga performanca, pjesën shumën tjetër. Edhe është e vështirë me implementu 4 impiante në një vit, po mendojmë që për 4 vite të finalizojmë këto 4 impiante. Në të njëjtën kohë, gjatë hartimit të projektit teknik për realizimin e impiantit qendror për trajtimin e ujrave të zeza, sigurisht do të përfshihen dhe do të jepen edhe parametra të tjerë të rëndësishëm. Në kuadër të kësaj, ne kemi pas një parafizibilitet për ndërtimin e impiantit për trajtimin e ujrave të zeza, i cili ka dhënë orientimet kryesore. Ndërsa tani Ministria e Infrastrukturës do të me kërkesën tonën e ka në procedurë të prokurimit projektin për 3,5 milionë euro për rregullimin e shtratit lumit. Projekti është bërë pothuajse për tërë territorin e komunës Klinës ka për Shkëndrinë i Bardhë, mirë po do të fillon realizimi i shtratit lumit, ndërtimi në pjesën nga Krysheva vogël deri tek rruga Pej Prishtinë, pra ta kalon qendrën urbane të qytetit të Klinës. Në këtë projekt është të parapamë edhe ndërtimi i kolektorëve, të cilët e bëjnë bartjen e ujrave, domethënë me gravitet nga lokacionet e larta në drejtim të pikës apo lokacionit ku do të ndërtohet edhe impianti kryesor për trajtimin e ujrave të zeza. Në këtë drejtim do të kemi edhe zgjerimin e sipërfaqeve të gjelbruara, rreth 20 parë që do të ndërtohen për 4 vite të ardhshme në të gjitha fshatrat e komunës së Klinës. Faktikisht edhe zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara dhe elemente tjera, do të vazhdon ndërtimi i shtratit të lumit me gur dekorativ në drejtim të Jarinës, lumit Klina, i cili kalon nëpërmes qytetit, i cili ka për qëllim edhe mbrojtjen e qytetit nga vërshimet, sepse këta dy lumenj jo rrallë janë edhe vërshues edhe për vetë me premisa caktuar për vetë qytetin. Mirë, Zenul përkujtona, ujvara e Mirushës, ai takon komunës së Klinës. Ujvara e Mirushës kalon në kufi administrativ, do thotë me komunën e Malishevës. Po kryesisht duke pas parasysh faktin. Kush e mbikëqyr pastërtin aty? Po duhet dalë të ambienti. Ju a Malisheva? Ujvara, ajo është zonë e park nacional, është shpallur nga Ministria e Mjedisit. Të pas parasysh që komuna Klinës ka pas fatin me pas minierën e boksitit si një kompani gjigante në kalumen, ajo ka bërë investime të konsiderueshme edhe në projektin e rregullimit të ujvarës së Mirushës. Mirë, ka predispozita aty me ndërtu paljetshëm, me ndërtu beton, ka predispozita me konform kriterëve mjedisore. Konform projekti ekziston. Kush i inspekton? Ministria e Mjedisit është përgjegjëse për menaxhimin. Ju hiç komunë. Na vetëm inspektojmë kush ndërton. Inspektori jonë shkon sikur polici i kërkon çfarë bën. Domethënë ndërtimet i keni ju. Ndërtimet na po në atë zonë ne nuk na lejohet ndërtimi, sepse është zonë që menaxhohet nga Ministria e Mjedisit. Mirë, a keni menaxhuar ndërtimet? Kur bën ndërtime pa leje, ka predispozita me bën ndërtime pa leje? Asnjë ndërtim pa leje në zonën e Klinës nuk ka. Për korreksi, domethënë ujvara e Mirushës deri tek peshina aty, është pjesë e Malishevës. Pastaj kufizohet me Ravecin. Ujvara, bash ujvara. A është e juja? E Klinës, territor Klinës. Po. Pastaj rrjedha e sajna ndohet me deri te Gurizi ndohet me Ravecin. Unë po të pyes për menaxhim të aty është nis një rrugë, të ndërtimit ilegal. Po, aty është nis një rrugë që ka bën zoti Elezaj, edhe në mënyrë të dhunshme është bën dhe ka meç ashtu.
thjesht si rezultati protestës që kanë bërë disa Mirë, qa keni me bo aty? Po du me ditë për kushtimin për ambient? Në asnjë moment nuk do të lejoj as edhe një ndërtim më të vogël i cili do të jetë në kundërshtim me ligjin. Gjithçka që do të bëhet në harmoni me rregullat që i lejon. Kjo është sa i përket Mirushës. Tash është 2 minutat e juaj për planin për ambient. Pastaj po doni replik lidhur me këto urna. Për Mirush. Tha ka ndërtu zoti Lezaj. Domthonë nuk është e vërtetë. Kush e ka ndërtuar? Projektin Shtigjet e Ecjes nga rruga Klin Gjako në drejtim të ujvarat Mirushës e ka ndërtu Ministria e Mjedisit faktikisht. Rruga dhe ajo Shtigjet e Ecjes që ato, por nuk kam përfundu. Domthonë bëhet fjalë për projekt që ka udhëheq, e ka financu, e ka mbikëqyr, e ka udhëheq procedurën e prokurimit komplet Ministria e Mjedisit. Ne kemi pas vetëm kërkesën. Mjedisit dhe infrastrukturës. Po gjithsesi. Po ka qenë e Mjedisit në atë kohë, është viti 2019 kur ka fillu, pastaj gjatë pandemisë është realizu, domthonë janë Shtigjet e Ecjes, po me një... Ju po thuni me standarde të ambientit, po aty është zhavar, aty është asfalt, gati që o tentua asfalt me bo. Po Ministria e Mjedisit e ka bo. Së është përgjësi ju, për ata po thëmë që nuk është përgjësi e imja, komplet projektin dhe të gjitha komponentet është menagju, është financu nga Ministria e Mjedisit. Qaq komponente ka qenë të këqia, soj për këtë ambientit, so nal. Se besej. O nal. Si do qoftë, kjo nuk ka përgjësi e juja qaj rrugë, 2 minutat e tu. Për mbamendje, se e kom mbamendje shumë të mirë, po ju nuk keni faj se keni shumë debatet dhe shumë komuna, po në debatin me juve, nëse rikujtaj, pikrisht, me zotin e Leze, ka reagu një OEQ, e cila realisht e ka qujt edhe gati edhe me fjallë shtu ofenduse, po thjesht me qëllimin më të mirë për me ndalu se është dorë për bëmë dhe asfalta e pjesë dhe tek ujvara Mirushën. Mirë, po apo pajtor që Ministria e ka marrua të rrugë? Jo, është bëmë edhe me lejen e komunës e punë. A kështu s'kam qare para gu? Urna. As një element, na e thojmë për takomit dohanit, atë në veç busti kam, as shkrebs, as koti, as kur gjo. Edhe në këtë kuptim, Komuna Klinës as një element me na gjus nuk e ka në atë projekt. Edhe kjo është orientimi që e kanë dhonë dikush, asajo e qeje, edhe në emision që kemi qenë bashkë, po Komuna Klinës as një fakt nuk e ka që e ka menagju këtë projekt. Projekti ka qenë një përbashkët i Ministrisë Mjedisit me kërkesë tonën për të ndërtu Shtigjet e Ecjes. Unë veç po kërkoj, unë për shkak se di që ka qenë shumë e tensionuar situata, ujvara e Mirushës e di që është njëna prej margaritarve të Kosovës, po kom qef prej 2 kandidatëve me ndëgju që keni me erujt. E tash po du mu këthy, faleminderit për përkushtimin që keni me rujt ambienti rrëth e për qark ujvarës e Mirushës, tash së koll, me të mbërgjë, 2 minutat për investime në impiante, heqin e urave zeza prej lumenjve, menagjim bërlogut, 2 minutat e to. Unë thash dhe njëherë, se bukur shumë jem ambientalist, dhe shpesh e përdori nëse njeri në jetën e ti nuk i kam bjellur dhe druhi, s'ka pëse më burët sa të mi ka. Shkak se ambienti na jep jetë. Unë kom në gjatë mandatit tim, e dini më që të ishën në qytetin e Klinës, gjitha ta droj që jenë në të dyon të rrugës, gjitha ndej të rruga për i mirë dhe rruga për Zlakoqan, shkrejtë ndroj që në mjëllë mandatin tim, dhe tash ata i kanë pështu një bukuri edhe qytetit, por edhe thjesht janë edhe filterat më të mirë të ajrit. Do të vazhdoj të investoj parqe në për gjitha fshatrat e komunës e Klinës për 2 qëllime. E para me qenë ma rekreative për fëmijët, për të moshurit aty, por edhe për me rregullu ambientet në ato mjedise. Gjithsesi trajtimin e ujrave zeza do ta trajtojnë në mënyrë më të mjaftueshme me kolektor biologjik, për arsye se thjesht ata sot janë thash edhe më herët në për livallën e për ara, ku po nga era e tyre nuk mund qytetarët as tokën me punu, nuk arsyetohet në këtë jetë gjatësi qeverisës e tash prej Maslutës e deri më sot që realisht të mos rregullohen këtu. Po fokusimi vetëm në asfaltet deri te dera shtëpisë apo edhe në borë shtëpisë lën pastaj anash këto investime të cilat konsiderohen si investime haqë se kënena s'kam vot.
Prandaj, një trajtim veçantë kom ja kushtu mjedisit, për arsye se edhe kom marrë grant nga Qeveria e Kosovës pikërisht për trajtimin thash të këtyre mbetorinave të cilat kanë qenë në komunën e Klinës. Faleminderit. Edhe Zenon. Përpara e përmenda që ne do të vazhdojmë rregullimin e shtretëve të lumenjve kryesor që përshkojnë qytetin e Klinës, që janë Drini i Bardhë dhe Lumi i Klina, dhe atë me projektin i cili me një vlerë 3.5 milion euro tani është duke në procedurat prokurimit nga ana Ministrisë Mjedisit dhe Infrastrukturës, e që projekti ose teknik për realizimin e shtratit lumit për Drinën e Bardhë është i realizuar pothuajse në tërë territorin e komunës Klinës, pra nga fshati Stup deri tek Gurizi apo rruga që janë të Ivuarit të Mirë. Po është e pamundur që për një vit të rregullohet komplet shtrati i lumit. Por ne do ta i kemi dhënë përparësi pjesës urbane, pra qytetit, për mbrojtjen e qytetit edhe nga vërshimet dhe erozioni. Rregullimi i këtij shtrati, projekti ka të parapamë edhe ndërtimin e kolektorëve në të dy anët e lumit për mbledhjen e ujrave të zeza në drejtim të implantit kryesor që do të ndërtohet në pjesën më jugore të komunës së Klinës. Do të vazhdojmë me ndërtimin e shtratit lumit Klina deri tek Gryka e Jarinës e kështu me radhë. Faleminderit. Pyetje të shpejta lidhur me ambient, sa parkingje të reja keni ndërtuar një herë? Parkingje që ndihmojnë në mbajtjen e ambientit rreth e përçark në fakt ndërtesave kur po janë parkingje ilegale. Tash sa parkingje legale keni kriju? Ne vetëm për çdo vit bëjmë investime në rregullimin e infrastrukturës, domethënë për rreth objekteve banesore që tani afër policisëve që janë ndërtu 40 vend parkingje, do të vazhdojmë me të gjitha objektet, po 2 parkingje të cilat mendojmë me zhvillu me partneritet publiko-privat janë afër shkollës fillore Smetraci dhe afër bankës private për biznes, ku planifikojmë që secila prej tyre të ketë nga 100 parkingje. Faleminderit. Njëjtë zotin Bashota, sa parkingje të reja? Po e kemi konsumuar këtë temë edhe në debatin e kaluar, unë di se tek shkolla fillore Smetraci nuk ka mujt me ndërtu një parking të tillë për shkak se e prunë nuk është e shkollës. Dhe është e pamundur me. E ju kur keni më marru? Realisht, unë do ta rikthej rrugën e gjimnazit në gjendjen e më pashme siç ka qenë, për arsye se aty janë bllokuar bizneset dhe thjesht nuk kanë vend parking. Ako një pjesë shumë e mirë që është shfrytzuar qoftë edhe për qasin tek objektet afariste të qytetarëve. Mirë, sa parkingje i nxjerrni aty? Po saksisht nuk e di, por për gjatë rrugës se Zenoni po do të vetë 6. Po ta vjedhë edhe idenë tonë unë me bati të bonka ku po thotë, po është problemi se do të fryzojmë të gjitha hapësirat dhe mundësitë e nevojshme për të krijuar hapësira për parkingje. Tash sa parqe të reja kena mi pa nëse ti bosh 20 parqe të reja në fshat. 20 parqe të reja. Me ty Sokol, sa parqe të reja kena mi pa? Unë planifikoj që të përmbush i gati më shumë se 20 parqe. Ma shumë se 20. Sa drunj keni mi mbjell ju nëse vini pushtet prapë Zenon Elizaj? 2000. 2000? Mandatin e kaluar ka paspremtuar 1000, si ka mund duket asë. Edhe ma shumë i kemë bo. Ja, si janë asë. Mos e di ku i ki. Po, unë thash edhe njëherë, mandatin e timin bo për rrëth 1000 drunje që bo në qytetin e komunës Klinës. Tash me rrugullimin e parqeve, kjo ka më rritë dhe kapacitetin e drujve. Hajtë që për provojnë pyetjenarsh me sa gjoba ki me lëshu, sepse njerët po gjujnë bërlog gjithka edhe në vende ku nuk është veni për bërlog, sa gjoba për ambient kemi lëshu. Po, fillimisht duhet me nisë nga para, mas pari me hi këtë mbetorinat që janë qotën edhe ato e nërtë edhe gjitha, me pasru të rejnë, pastaj me një fokus të veçantë. Tash varet mbi bazën e shkeljeve që bëhen aty edhe mundësisë se me monitoru ato shkelësit që i bojnë ato derët të inertëve. Zenon, sa gjoba ju? Sa të ka shkelës, të të dhem gjoba. Okej, atëherë, tema e fundit, po shumë e rëndësishme për debatin tonë që s'kemi mri me e shtjerë në rundën e parë, është puna e
qasjes për persona me aftësi të kufizuar. Kosova është këgja diskriminuesme për personat me aftësi të kufizuar. Në shkolla, në institucione publike, nuk ka qasje, nuk ka ashensor, nuk ka toalete për persona me aftësi të kufizuar dhe nuk ka pjerina. Në qytet nuk ka parkingje e trotuare të përshtatshme, parkingje dedikume për karroca, nuk ka as qasje për me hes edhe karrocat e thjeshta me fëmijë. Lene mo personat me aftësi të kufizuar. Andaj, duke marrë parasysh që shumica ne në Kosovë diskriminojnë personat me aftësi të kufizuar edhe në punësim, edhe klina si shumica e komunave të tjera nuk e përmbush kuotën për punësimin, vetëm 32% e punësimit të personave me aftësi të kufizuar përmbushet në klinë, do me thonë 100%, që është një kuotë e caktuar për sa persona të punësuar duhet ta punësoni një person me aftësi të kufizuar. Për që ate, Zenon, po du 1 minut, qysh ki me përmirësu infrastrukturën për persona me aftësi të kufizuar në komunën tone, në rend parë pyetje shpejt, për shembull, a ki me siguru pjerina, toalete, ashensor, në krejt institucionet publike për ta në 4 vitet ashme? Në QKMF veç është realizu ashensori, pjerinat të gjitha janë funksionale. Në komunë është ashensori, po nuk është funksional, do ta funksionalizojmë ashensorin. Ekzistojnë pjerinat, po thujse në të gjitha institucionet publike. Në shkolla do ta plotësojmë aty ku nuk e kemi, do t'i plotësojmë të gjitha. E WC-t, a keni me siguru WC në QKMF? WC-t kemi në për këto institucione, ka në QKMF, të shojmë tash në për shkolla, do të përkujdesim edhe a ka nevojë, domethënë sepse edhe fëmijë me aftësi të kufizuar që kanë nevojë që janë me karroca. E rrugët, trotuaret? Rrugë, trotuaren, klin, ka aq shumë janë ndërtu, kemi fillu edhe shëritat për të verbër, do të vazhdojmë, domethënë qyteti i Klinës, jo vetëm qytet, po edhe në tërë territorin e komunës Klinës ka aq shumë trotuare të ndërtuara saqë jemi tash një prej komunave trotuare me qasje. Jo, me gjas tash në tërë territorin, domethënë në tërë territorin e komunës Klinës. Unë s'po pyes veç trotuare më vyrën dhe me ditë a janë trotuare me qasje për persona me aftësi të kufizuar. Se kur po vjen te rruga, prap po ka shkollë, nuk po ka pjerin të duhur për me kalu rrugën. Do të jemi të kujdesshëm. A është me standard? Ka për të verbër, vetëm një rrugë kemi plotësuar me shëritjen e të verbër, do të vazhdojmë një rrugë në qytet, do të vazhdojmë me plotësu rrugë tjera me shërit për të verbër që kam falënderim edhe nga ajo kategori e shoqërisë në Klinë, domethënë realisht pjerrinat do t'i ambientojmë në çdo vend, në çdo trotuar ku ekzistojnë, do t'i plotësojmë me pjerrinat nevojshme. Sokol. Po, tashmë jemi vetëdijshëm se gati në gjitha institucionet e pjerrinat janë të kryne, edhe në të kaluar, po edhe në vazhdimsi. Ndërsa në për shkolla ke mungon, dhe duhet patjetër që me i bo. Jo të gjitha rrugët, ja dhojnë një qasje komode për të lëvizë leshëm personat me aftësi të kufizuar. Ne do të mundohemi që jo të mundohemi, po do të kryjmë edhe punë konkrete për t'ja kriju këto lehtësira dhe që ato pjerrinat jenë sa më të shpeshta për arsye se ata do të kenë nevojë edhe qasje të ndryshme për nevojat e tyre këto, në përgjithësi, po edhe për të verbrit, realisht është fillu një shteg, në fillim a shtegi tyre është bo me ata drejt e ndroj, po në mas vrejtjes, pastaj është rregulluaja, se e qënë të qytetarin drejtën në drujt, që janë dekorus qytetit, po aja është rregullu dhe është bo investim shtes, por gjithsesi do të mundohemi që të krijuajmë këto mundësi, për arsye se është një kategori shumë e veçantë të cilën duhet ta respektojmë. Tema e fundit koalicionet, po i kthehemi strukturës së asamblesë, e cila është si vijon, që e thashëm fillim, këto janë shifrat. Zenon, ju vyn vetëm edhe ne me kriju shumicën asamble, më intereson në koalicione, a keni formu koalicion me dikend para datës së zgjedhjeve të dielën, me ken keni me kriju koalicion? Unë kam bërë ftesë të 2 partive, edhe Lidhjes Demokratike edhe Vetëvendosjes. Me Lidhjen Demokratike kemi një koalicion parimor, po jo të detajzuar, cilin do ta bëjmë pas zgjedhjeve. Dhe besoj edhe parimor sa drejtori i bjen? 4 pozita. Okej. 4 drejtor. Do me thonë, LDK-ja
veç nuk është e nënshkrume, a? Jo. Nuk është e nënshkrume, por jeni të gatshëm me i dhonë 4 drejtori. Cila drejtori a e keni do? Se kemi detajzu. Se keni definu. Nuk e kemi formalizu. Sokol, ju a keni para po koalicion me dikend? Edhe unë e kom ofru të dy subjekteve politike. Edhe vetëvendosjes? Edhe RDK-s, edhe papallëve vetëvendosjes, i kom ofru bashkëpunim dhe oferta e ime është shumë më mirë se sa e zotit Elezaj. Ata ka pranu vetëvendosja ofertën? Të dyja kanë pranu ofertën. Do me thonë, vetëvendosja e ka pranu edhe kushte? Edhe RDK-ja. E kanë marrë si propozim, po jo që e kanë pranu. O, Sokol, po thot Zenuni edhe këtia kanë pranu. Po, unë nuk e di... Jo, mu ma kanë pranu, na kemë marrëveshje. Unë nuk e di konkretisht me kanë ka folë zoti Elezaj, prej anës RDK-s, por mbi gjitha. Ata tut e kanë përgënishtru një publikim që ka qenë vetëvendosja, ka përgënishtru. E LDK-ja nuk e ka përgënishtru. Unë e di që tash për të me një këto tema jo shumë të këndshme, po se për të mërujt nivelin e debatit, po djari ju i ka thjesht Lina Infën, edhe i ka thonë se kemë bo marrëveshje me RDK-n dhe sot marrëveshjet të nënshkruar nuk ka. Pa varësisht sojna, këto që bëhen me subjekte politike të cilat s'kan pas fatin me qenë pjesë e kësaj gare, për mu është shumë më rëndësi që të bëhet me qytetarin. Mirë, Sokol, e murën vesh që ka ofru OK-ja LDK-s, 4 drejtori. Ju që ka i keni ofru vendosjes LDK-s, nëse vinë në koalicion me juve? Unë LDK-s ja kom lanë letrën e bardhë, me shkru qka ata dëshirojnë. Ka dojnë. Qka ata dëshirojnë. E qka ka ndosht ata? Hala s'ka ndonë përgjigje, po presim një përgjigje për tyre. Unë besoj se LDK-ja është një subjekt institucionalist dhe mendoj se kanë me një përgjigje për te. Nën kryetarin edhe, sa drejtori i kanë lyp? Ata jo s'ka kërku asgjë. A kur gjë s'kanë kërku? Jo s'ka kërku asgjë. Thjesht po presim. Pikëshyrin që s'po dalin rezultatet, a? Kanë marrëveshje me neve, s'mujnë me... Unë një di që qytetari është tash para 2 alternativa, para asoj alternative që e ka zhvillu komunën e Klinës, si që është unë në këtë rast, dhe afërsia që ka me qytetarët të dy subjekte, unë mendoj se fituesi i kësaj gare do t'jem dhe pa tjetër se edhe ambicjet e LDK-s këtë rastet të vëvës. Kur jemi të fituesi, të dytë nëse jeni fitues, a vjen debat, Sokola vjen debat mas 3 viteve kur i këshyrin premtimet nëse bëhesh kryetar? Unë ju dini se unë asnjë debat nuk kam mungu, edhe sot për kundër gjendjes gripoze. Na veç po duhet me ditë që mos i lazdru diçka, a vjen? Po patjetër. Vjen. Unë veç derisa se e kemi tash shkuar shumë shkurtër deri tek e diela dhe kemi edhe një takim për mbyllës. E kisha lutë zotin Elezaj që ta bedela se ta tramis ladrusi, mos ta nolin rrymin mo se nuk është fair dhe nuk është shumë e drejtë. Se në kanë nolë rrymin në një manifestim shumë madhështor, me siguri i ka frigu... Kryetari komunës për mundet me nolë rrymin në Kecë, ta? E nolin, në mënyrë zezë mundet me nolë kur dush. Ja, me vandalizëm mundet shkur. Unë mendoj që duhet me kërku falje, zoti Bashota, për këtë shprehje që thot, sepse unë për asnjë moment qytetarëve të mi nuk e nali rrymen. Vetëm të kisha lutë veç pak. Nuk bëhëm që ke bote. Të kisha lutë veç pak. Asnjë njeri, asnjë bedel jemi nuk bën gjona vepra të tilla. Ato i ke bë vet, e ke nal vet për marrë me fol sot, sepse ju jeni ata që i bëni këto sot. Kur e ke nal rrymen? Ke nal vet diku i ke thonë ti vet, nëse thu mua, den më shumë gjasa ka që ti më nal vet, jo unë. S'merram ato punë. Na nuk e di. Unë jam marrë me gjona të Kjo shkollë është e atyre që kanë ikë për Kosovë. Veç zotni Elezaj, a vinin debat mas 3 vite? Gjithmonë kam marrë. Gjithmonë keni ardhur. Ju falenderoj të dyve, keni ardhur në debatin e parë, edhe tash, edhe gjithë kur keni qenë kryetar të dy palët, keni qenë transparent për neve. Faleminderit. Ishte ky debati për komunën e Klinës. Vazhdojmë nesër me debat në komunën tjetër, në ora 7 deri në 8, Kallzo.com edhe në TV Dugaxhin. Prej neve, prej debatit Klinës, natën e mirë.